u tërhoq nga çështja e teatrit, po nuk dua se ata që mund të shikojnë këtë do thonë na lodhët kokën me teatrin. Por që edhe ajo çështja e teatrit pra nuk ka qenë aq është për t'ju thënë të tjerëve sot që kanë pasur të drejtë të gjithë ata që protestonin, edhe pse nuk e dinin që ishte gjithë ky gjiriz korrupsioni nga poshtë. Pra edhe në këtë aferë familjare, në Tukje, që është shumë më tepër se kaq, ke të përfshirë 2 biznesmen të fuqishëm që ndërtojnë shkolla, që sot duhet ishin prindrit e atyre nxënësve që mësojnë ato shkolla, për ndërtimin e cilave janë tenderuar, janë për tendera, pa garë, janë marrë miliona, miliarda lek duke shkuar në pak duar. Duhet ishin gjithë grupet e shoqërisë duhet ishin protest për këtë gjë. Pas kësaj dhe me protest nuk kanë fjalën vetëm dalin me pankarta në shesh, me shkrime, me qëndrime publike, me vot në 11 maj. Dhe kjo nuk është thirrje. Ti e di që unë nuk pozicionohem politikisht, nuk jam pozicionuar asnjëherë politikisht. Por në fundit vota është ajo që dhe unë nuk kam pasur të vetdije për votën, gjithmonë. Natyrisht, pjekuria bën veten. Pra kanë qenë 2 biznesmen, njëri që u tërhoq nga gara dhe sa u tërhoq njëri tjetri. Qartë. Pse? Sepse modeli nuk është ndëshkuar. Tani që plasi ky skandal, që dosja ka rënë në duar të disa institucioneve dhe është bërë e dukshme, e vizive për të gjithë, mendon që do të ndryshojë gjë? Jo, thjesht do t'u lata pak, ata që do të hedhin një firmë, do të hezitojnë pak nga frika e një hetimi, e një përgjimi në telefona. Por situata do vazhdojë njësoj? Thash, korrupsioni nuk është vetëm financiar. Këtu është problemi që situata do të jetë shumë e vështirë të ndryshojë sepse është cënuar një gjë më e thellë. Është cënuar ndërgjegjja e njerëzve.